Ju i nikon me ta, ju i keni pru ata që kuja. Dur, ku shumë kupet? Ju i nikon me ta, ju i keni pru ata që kuja. Ju vjen në lojka, ju i të morë me qësë shkjurtive të ndusha u morë me qëtë. Largon në aktivitetin më smajde, Jo, në aktivitetin i para zyrës LDK-s, i dashur gazetar, këtu të morë me opozitë. dashur Ju ka pagu, ju kanë praksit të vendusë. Ju këtë 6 kandidat. O jo, Lene se Jem thani që në 20 juve, jemi shumë atë se ju. Jemi shumë, hajtë bjedhi do lojka, si qatë punë e kimi. Hajde. Jemi të një debat për shdo në atë dilin debat, po dilin s'po pratë në koalicion me vetë vendosje. Hajde pajtë bjedhen e lajk. Bjedhen e lajk, hajtë qatë punë e kimi. Ju vjedhë në lojka, ju i të morë me qësë shtyushtive të vendosja u morë me qëtë punë. dashur gazetar, që shë dhe pesheni, sikleti i partive opozitare, në veçanti i LDK-s, është i pa përmbajtën. I pa përmbajtën. Njerëz që blejnë vot, natyre veç pak. Njerëz që blejnë vot anë diaspor, njerëz që blejnë lajka, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit, njerëz që i shkojnë Albin Kurtit dhe se cilin ta keme vojnë. Unë e besoj, veç pak, ju lutna. Se s'po folën kuvend. Eliata, muna me kryqet konferencë, ju lutna, se që kjo qëllimi me prish. Kur gjohë ma shumë Partia Social-Demokrate së ka dënë se sa me na u përgjigj në pyetjen jetike. Çka kanë me bo lidhja demokratike mas zgjedhjeve? A janë për qeveri me Kurtin, a janë për qeveri pa Kurtin, a janë për president me Kurtin, a janë për president pa Kurtin. Mashtrimi opozitar nuk gëzën me shku tutje, lëpi votat për pushtet anti-Kurt e shko negocion me Kurtin. Këta janë ata të cilët mendojnë që poplin duhet me manipulu, që poplin bën me rajt. Këta mendojnë që poplin nuk e kupton të vërtetën. Për këtë arsye në vazhdimsi i ka kuptu popli. Sikletin që e patë sot të Parisit është sikleti i lumirit e i Vjosës. Sepse është kuptu totalisht që kjo ka qenë një skeme mashtrimit. Vendi ka shku në zgjedhje sepse lidhja demokratike e Kosovës ka besu që të e marë Vjosën bashkë me Lumirin, e të i largu kujtimin e Hykmetin e të tjiret Abdullahun, rritët LDK-ja. Tash që e kanë kuptu që kjo s'po ndodh, e kanë këthy fokusin të Partia Social-Demokrate. Ftesa jonë është e qartë. Let na tregoni çka doni me bo mas zgjedhjeve. Oferta jonë është e qartë, e dëgjuat edhe ma heret, let në nënshkrujnë publikisht. Let mos vinë me prish aktivitete. Kur aktivitet LDK-s, atë PDK-s, atë AK-s nuk kom prish. Kur? Kom bo aksione protesta, kom bo aktivitete politike. Këta janë të mirë se ardhën, masi ko kanë të interesum, të zyra jonë, publik, në emisione, me fol, krejt çdo gjatë që na kemi nevoj për me fol. Pra ndaj, ftesa e më është sikur se të PDK-ja. Let zotohen publikisht që kanë mi majtë fjallët, let i kallëzojnë poplit për çka janë dhe atëherë jemi në rregull. Për ndryshë gjitha tjerat janë manipulime. Si ju përgjithë do të kritikave të partive opozitare që ju jeni këto aksione duke i mbajtur me porosinë nga vendosja? Është e thjeshtë. Një nënshkrem këto dhe zgjidhet çdo gjë. Vesh një nënshkrem i Lumir Abdixhikut mungon. Edhe mbyllet po bim. Ky është zotimi publik i PSD-s. A janë të gatshëm Lumir Abdixhiku, Vjosa Osmani, Bedri Hamza me nënshkru? I shkon mirë, na jemi tu i lut. Na jemi tu i ftu ata me nënshkru. Nëse na jemi tu i shërbyll, let nënshkrojnë pra. Se na lidhemi me fjalën tonë. Na jemi vetmi subjekt aktualisht që të dalë para popullit Kosovës dhe ka bën zotimin për çka është. Nëse na jemi në kuvend që të jenë zotimet tona, leti nënshkrujnë këto dhe zgjidhen krejt dilema. Amo ideja mu mshef, jo e ka shti ky, jo e ka shti aj, nuk ecmo. Për këtë arsye janë zotime që ata duhet me majtë. Nëse s'ka e kësha nënshkru dhe për LDK-n. Po prej, çdo debat që për 2 javë ditë po ndodh në shoqërinë kush me kon është me këtë në shkrem kryet.